nga 38 komuna janë 35 komuna që kanë zvoglim të numrit të banorëve. Që ka ndodhur? Zvoglimi i numrit të banorëve dhe aplikimi qysh në 2026 i praktikës që buron prej shifrave që i kanë nxjerrë Agjencia Statistikave në rastin e shtrimit të popullsisë, ka kriju një situatë e cila besoj jeni ndjeni gjithë, i shpjegoja prejmi ato, janë formula që burojnë nga ligji, na nuk po ndrojnë, po qeveria e Kosovës ka mund me ndruqit ligjin me bo procent ndryshime të ligjit për financat publike dhe përgjithësi. Nuk e ka ndronë. E kom thënë herën e kaluar këtu që unë kam qenë si vjetë shortim ka ra me qenë antari i Komisionit Grante. Edhe 4 orë kemi bërë debat me Hekuran Muratit, pikërisht për temën e kontratës kolektive, edhe për çet situatë që është kriju pas publikimit të registrimit të popullsisë. Dhe unë bëj siguroj qytetarët e komunës së Rahovësit që këto shqetësime të cilat me të drejtë u ngritën, edhe sektorin e arsimit, edhe të shëndetësisë. E para, të gjitha shkollat do të kenë nxehje qendrore, e do të kenë furnizim me lanë djegëse. Është detyrë e ekzekutivit me gjetë praktika përkundër faktit të mira, modele të mira, që s'kan faj qytetarët, pse ne ligjet nuk i kemi ndoshta adekuate, sepse këto janë tavone buxhetore që i përcaktojnë dikush tjetër, nuk i përcaktojnë ne, janë formula ligjore që janë shteti. Po i sigurojnë nxënësit dhe mësimdhënësit që s'do të ketë probleme me furnizim me lënë djegës. Ne. I sigurojnë nxënësit dhe mësimdhënësit që nuk do të ketë probleme me furnizim as me shkumsa, as me kurgjo, sepse besoj që kemi gjetë zgjidhje edhe përkundër faktit që na ka godit kontrata kolektive si vjet, sepse është ditë shumë i vështirë, sepse 2 milion euro me t'i marrë thersari i shtetit për kontratë kolektive nuk është as pak e lehtë, nëse neve ne ka marrë 2, ja u ka marrë Ferizaj, ja ka marrë 9, 2 gjysh ja ka marrë si vjet Suarekës, 4 e diçka ja ka marrë Gjakovës, pra se cilës komun një mirë ose tjetë e ka sakatu, do më thënë, thersari i shtetit për shkak të procedura përmbarimore dhe dikush e ka hap dilemen, po pse që keni planifiku jo, ka pas zhurë, po është mos kuptim që dhe na kemi ngritë këtë çështje. Hajde na jemi mundësi na mi planifiku për kontratë kolektive, po nuk na ka leju ligjin, nuk na leju ligjin, kuptoni sepse është përgjegjësi në një farë mënyrë kontrata kolektive ka metë si rob i ndoshta edhe i natëve politike, siç edhe po i shohin, po i përjetojmë, pse e kanë nënshkruar dikush. Bile në një sa për humor, ky ministri në detyra, ndërheqja, si të ndërhequr, tash sa ka dihet, po të thënë tha, ju duhet me bo se cila komunë të kallëzim penal të njerëzit që kanë nënshkruar kontratën kolektive, këj bike me bo kallëzim penal nda jashim të ashtë, mishtin gorë, tash, o burë kallëzor me që në të shminzar për burë që ta që janë burë këse je ka e të pranë. Hapër kemi bisedu, nuk janë në zyrën që me ishë kemi bisedu për të pra. Ka një fajnate dhe në fund ka thonë nuk du me dhanë zgjidhje këti probleme dhe s'do me dhanë zgjidhje, edhe pse asë një kryetar komune nuk e ka nënshkruar kontratën kolektive. Edhe pse në kontratë kolektive parashihet që fondin me siguru qeveria, përkatësisht Ministria e Financave. Pra, ma shumë është punë përplasje jo konceptuale, po jo parimore, po përplasje pse ka nënshkruaj dikur e pse ma ka nënë barë mu. Kur e ka nënshkru, pse se kënë planifiku, buxhetin, e pse tash unë me planifiku. Lutëm, tash, si pas kësaj logjike, ne nuk shkojmë në qarësokak, him me ne, pra na jemi shtetë. Plot punë që i ka bo dikush, i ku marrën, plot punë që i bojmë na, i merë dikush tjetër, i vazhdojnë, kjo është logjika vazhdimësisht. Si do qoftë, kontrata kolektive po shkon drejt fundit, po besojmë, edhe po besojmë që viti 2026 do tjetë vit më lehtë i përballueshëm nga pikpamja e kërkesave që burojnë nga përmbushja e kontratës kolektive. Në shëndetësi, është të vërtet që mund të kemi përballje më serioze si vjet për shkak të se edhe molla shërbime ka veprën thesaure, por ka marrë edhe nga mollat shërbime, dhe ka marrë nga komunalite, ka marrë nga investimet kapitale, ka marrë nga
të gjitha kategoritë nga subvencionet. Mirë po, unë po besoj që me qenë së është duke shkuar drejt fundit, po shpresojmë që mos, se ne edhe ne jemi në buzë, por sot, diku mas ditë në mbyllët sistemi, e kësën rreziku, përse i me në marrë? Siç po ju ndodh edhe komunave tjera. Siç po ju ndodh atyre, mund të na ndodh neve sot mbyllët sistemi, nesër ta marrë mbyllën aty ditë edhe ti merr do parë. Është shqetësuese kjo situatë dhe ne duhet ta kuptojmë se cili qytetar, pavarësisht a ka është i veshur me petkun e përgjithësisë, është i zgjedhur çka është. Është situatë bukur problematike, edhe unë po apeloj edhe këtu, edhe në herë, ndoshta na dëgjon dikush, unë i kuptoj Elbert Krasniqit, ministri i pushtetit lokal, apo mund më kallëzoj çfarë roli kite, ai ju ndihmon ti komunave në çfarë apo jo? Apo të kamet më ndaj Bishtrëngura Mitrovicit atje. Pra, ai ministri i pushtetit lokal duhet më qenë avokus për komunë. Do të më luftu, më dhanë zgjidhje se është ministër, të duhet me provu me shtim rand dite. Po besoj që nuk e kanë vullnetin mosmori politik, më dhanë zgjidhje dhe nuk e di pse, sepse tek e fundit po çfarë edhe repozicioni. Na jemi për përmbushjen e kontratës kolektive. Shpejtësia në arsim e krejt, sepse tek e fundit, mirë po nuk është e papranueshme na me bajë pasojat financiare, ne si komunë.